Të dashur shqiptar, ju përgëzoj për protestën, veçanërisht të rinjt që janë mbledhur aty në shesh, se sidomos neve që jemi 35 vite mbas ne dhe njishit që kemi qëndruar në Shqipëri, këta i kanë nxirr jetën popullit. Prandaj ju përgëzoj se të jeni të qartë, nuk ka ndryshuar asnjë gjë në kohë xhaxhit. Këta janë më keq. Prandaj u falenderoj të gjithë juve të rinjët që më në fund patët të guxim, veçanërisht edhe diasporën, edhe u puth gonja fort se kam lënë 10 milion në përgjyqjet 4 vite, po do vinja, po jam me borxh se më del Borxheliu përpara. Edhe do pi një shëndet për ju të rinjt aty. Edhe fitofshin së bashku. Urojt Zoti, edhe kushesh pa martur, u hensha dasmën. Edhe ti kini mirë si familje. Tekin këta komunista. Gëzuar edhe një herë për të gjithë të rinj, ku do që ndodhen, diasporën Shqipëri, urojt Zoti.